nga Klina, po jetoj në Austri. Në Austri, mendoj se është në përgjithësi jeta e mirë. Gjithë ata që jetojnë aty kanë një fat. Ne nuk i shohim përparësitë cilat i kemi nëse jetojmë në Kosovë. Nëse e ke shtëpinë, është shtëpia jote. A jeni të jetu këtu? Po. Ju jeni të luftu më shumë se zot jetu. Ju jeni? Kol Berisha. Veni nga? Nga Klina, po jetoj në Austri. Jetoj në Austri. Sa kohë jetoj në Austri? Që 27 vjet. Pse shkove e le vendin? Atëherë kon luftë. Unë i munduam prej rrezimit të asaj kohë, pushtetit të asaj kohë mas të dhënshme. A ka shumë mendja më u rikthy përfundimisht në vendin tonë? Sigurisht se po. Kur po na kthehesh? Ato do të jetë shumë shpejt. Si është jeta në Austri ta? Po do të më dalin pension se edhe pak vjeti kam më punuar. Pension tani po ktheheni. Jo, ne jemi shumë shpesh këtu. Na trego pak si është jeta në Austri? Jeta në Austri është jashtëzakonisht e mirë, ka probleme kohën e fundit, i kem pas disa kriza multiple, natyra të ndryshme, korona, luftat në Ukrainë, lindje mesme, sigurisht se ka ndiku edhe në Evropë, edhe në Austri, po edhe në vende tjera. Sa është e vështirë me jetu në Austri? Po, çdo vend ka ato përparësitë veta dhe vështirësitë veta. Në Austri, mendoj se është në përgjithësi jeta e mirë. Gjithë ata që jetojnë aty kanë një fat të mirë, ka një sistem demokratik liberal, edhe një sistem shumë mirë social, po edhe sistemi shëndetësor është jashtëzakonisht mirë, i rregulluar. Sa është paga minimale në Austri? Paga minimale, thamë se ma merr momenja, se tash them edhe sigurt 1700-1800 euro. A shikoni me dal me një pagë të Kosovës? Këtu më jetua atje, si mendoni, këtu. Më u rikthy vendin ju? Po sigurisht se po, sigurisht se po, se ne i shohim vetëm, ne nuk i shohim përparësitë cilat i kemi nëse jetojmë në Kosovë. Nëse e ke shtëpinë, është shtëpia jote. Ajo ka një vlerë shumë të madhe. Cila është sakrifica më e madhe apo rreziku që e keni bu? Në atë kohë unë kam qenë i kyçën politik si i ri, edhe ajo ka sakrifica më e madhe, kam mujtë edhe me pagu me jetën time. Por fati e ka deshtë ashtu, që 27 vjet jemi në Austri, po kontributin për Kosovë, gjahemi mundu si ta dhom në atë mundësin tonë, edhe ta dhom edhe me tuti. Edhe sot, në ditën e lindjes së të madhit tonë Gjergj Kastriotis Skënderbeu. Cila është gjëja më e bukur që t'ka ndodhur në jetë? Familja, 3 fëmijë. A mendon që po edhe liria. Edhe liria. Se ajo është një ndër më të mëdha për gjithë neve. Mi luftu për liri? Po. Gjenerata jam jo, po? Edhe jo. Po, a jeni të jetu këtu? Po. Ju jeni të luftu më shumë se zot jetu. E pse ka shumë për ikin të rrit jashtë, po e shumë vendin këto? Aty ka shumë arsye. Janë edhe arsye ekonomike, janë edhe arsye sociale, po sidomos politika e gabueshme. A je pishmon për diçka në jetë? Besoj se jo. Jam lind një kohë të mirë, jemi rrit me një kohë shumë vështirë, kemi pas probleme se i njohim në gjithë, kemi pas një pushtues mbrenda, ka ndiku jashtëzakonisht në mënyrë negative. Mirë, po sot jemi të lirë dhe duhet ta dojmë vendin tonë dhe duhet punojmë për vendin tonë. A mendon që paraja ti zgjidh problemet apo ta shton lumturinë? Jo, paraja është një bonus i mirë, po nuk ta shton lumturinë në çdo mënyrë. Të gjithë problemet i me gjithë disa po, sigurisht po. Si tepër të shkatron? Nuk si tepër mundet në disa raste edhe më kanë edhe kontraproduktiv. Besoj unë. Unë nuk e kam lusin tepër. Nuk e ke lusin, po. Besoj si jo. Austria ka kushtete mira valla. Jetoj mirë, po jo në atë luks tepër. A harxhoni më shumë atje kur po vini pushime këto? Jo, më me se harxhoj më shumë kur vim këtu. Po, dhe harxhojmë me gjithçka. Familjarëve tani më çuka pak. Sa se mas mundësive. Falenderoj që komenton. Edhe ne ju falenderojmë ju, edhe ju dëshirojmë një ditë bukur, edhe sidomos për këtë ditë të shenjtë që kemi sot, ditëlindja e Gjergj Kastriotis Skënderbeu. Kalofshi mirë, faleminderit. Po, që urdhro, jam shtetas francez. Këtu është çmenduri. Duke filluar nga buka, në fillim mëngjes qumshti më i miri në Francë kushton 1 euro litër. Këtu 1.15, 1.25, 1.35, kjo është çmenduri. Nëse ka ble 1 euro. 1,33 euro ka drejt me e shit. Këta e shesin 4 euro, 5 euro, artikullin e njëjtë. A i shqiptar? Shqiptar jam më. A ta në kështë e emën? Faleminderit. Mos rëmën me këta.
Po që urdhro, jam shtetas francez. Por, këtu është çmenduri. Pra, cili është shqetësimi juaj më i madh? Çdo gjë. Duke filluar nga buka, në fillim mëngjes qumshti më i miri në Francë kushton 1 euro litër. Më i miri, më i shtrejti. Ka edhe 85 cent. Këtu 1.15, 1.25, 1.35. Kjo është çmenduri. Me t'ishe shqetësimin më të madh. A thatë me fol për ekonomi. Për ekonomi, këtu është katastrofë. Këtu shteti jo me bo plafona. Zbon në demokracie, në kapitalizm plafonat. A ju kujtojtë që kanë tentu me to. Nuk 25, 1.35. Kjo është çmenduri. Me t'ishe shqetësimin më të madh. A thatë me fol për ekonomi. Për ekonomi, këtu është katastrofë. Këtu shteti jo me bo plafona. Zbon në demokracie, në kapitalizm plafonat. A ju kujtojtë që kanë tentu me to. Nuk bon, po bot mbikëqyrja e çmimeve, mbikëqyrja e asaj diferencës, fitimit. Kjo bëhet shumë lehtë. Gati në gjitha këto shtetet që nga importojnë, kanë ambasada, konzulata, kështu që vetë i thojnë atyne, kërkoni prej shitësit. Sa ja shesin produktet këtyre blerësve kosovar. Mere çmimin, krahasoje sa për lajmërojnë këta rrajshëm në... Faleminderit. Faleminderit. Vetëm ta kry, vetëm ta kry. Edhe... Pas ti. Edhe shumë e lehtë është. Marzha ligjore për shembull është 33%. Nëse ka ble 1 euro. 1,33 euro ka drejt me e shit. Këta e shesin 4 euro, 5 euro, artikullin e njëjtë. Kjo sinqerisht. Sa ku jeni në Francë? Që 26 vjet prej deportimeve. Jam i deportuar me familje si shumica shqiptare. Me thonë vendosëm me lëshu vendin me shku në Francë. Jo me lëshu, jo. A me ndë pra me u rikthy për fundit? Ndëgjo, nuk duket nuk më kuptove. Ne ishim në banesat tona, në shtëpit tona. Me 1 prill 1999 erdhen 2 paramilitar me 2... Okej, do bisedojmë. Edhe... Jo, shqiptar me mu. Okej. Edhe erdhen na deportun me armë stacione kurudor, në Blace, në Kufi, 8 ditë, 8 net, mandej Stankovec, Macedoni. Gjakujt, po, gjithsesi. Edhe... Bërligjën e shqiptar të arfimon. A je shqiptar? Shqiptar jo më... Ata unë kështë se emën. Faleminderit. Mos rëmën me këta.